17.000 bunkerët e Enver Hoxhës. A ishte Shqipëria vërtet vendi më i sigurt në botë? Shikojeni videon deri në fund, sepse historia e këtyre bunkereve është më e thellë se sa duket. Në Shqipërinë e kohës së Enver Hoxhës ndodhi një nga projektet më të pazakonta në botë. U ndërtuan rreth 175.000 bunkere në gjithë vendin, një numër që sot duket i pabesueshëm për një vend kaq të vogël. Në atë kohë, ideja ishte e qartë. Shqipëria duhej të ishte e përgatitur për çdo sulm të mundshëm. Sipas regjimit, rreziku mund të vinte nga çdo anë, nga lindja, nga perëndimi, madje edhe nga aleatët e dikushëm. Si filloi projekti? Pas prishjes me Bashkimin Sovjetik dhe më vonë me Kinën, Shqipëria mbeti e izoluar. U krijua një mentalitet. Askush nuk është mik i vërtet. Dhe nga kjo lindi ideja e një mbrojtjeje totale. Çfarë ishin bunkeret? Bunkeret nuk ishin të njëjtë. Disa ishin të vegjël për një ushtar, disa më të mëdhenj për familje ose njësi ushtarake. Ndërtoheshin me beton të fortë dhe hekur dhe vendoseshin kudo, në male, në fusha, në buzë të detit, edhe në mes të qyteteve. Pse kaq shumë? Ideologjia e kohës thoshte: çdo qytetar duhet të mbrojë vendin. Prandaj nuk ishte vetëm ushtria, por edhe popullsia civile, pjesë e mbrojtjes. Por a erdhi lufta? Jo. As pushtimi që pripej, as skenari që justifikonte këtë ndërtim masiv. Çfarë ndodhi me këto bunkere? Me kalimin e viteve, Shqipëria ndryshoi. Regjimi ra dhe bunkerët mbetën aty, si kujtesë e një kohe, frike dhe izolimi. Sot, disa janë të shkatruar, disa janë kthyer në muze, disa janë bërë kafene ose atraksione turistike, por shumica janë ende aty.